Një nga zonat më ekstreme dhe më të thata në planet, lugina e vdekjes, është mbushur me lule shumë ngjyrëshe pas rreshjeve të dendura të shiut gjatë 3 muajve të fundit, një fenomen i rrallë që ka transformuar përkohësisht peizazhin e saj shkretinor. Lugina e vdekjes ndodhet në Kaliforni dhe konsiderohet një nga vendet më të nxehta në tokë. Ajo është një depresion tektonik i formuar rreth 30 milion vjet më parë, si pasojë e zhytjes së një pllake tektonike dhe ngritjes së zonave përreth, duke krijuar vargmale dhe një terren shumë të thatë. Një pjesë e rëndësishme e luginës ndodhet në nivelin e detit, ku pika më e ulët është Badwater Basin, rreth 86 metra në nivelin e detit, lartësia më e ulët në të gjithë Amerikën e Veriut. Me rreshje mesatare vjetore më pak se 5 cm dhe temperatura ekstreme, zona klasifikohet si një nga shkretëtirat më të ashpra në botë. Megjithatë, ndryshe nga disa shkretëtira të tjera, ajo nuk dominohet nga kaktusët, por nga bimësi shumë e kufizuar dhe e përshtatur. Parku kombëtar i luginës së vdekjes tërheq rreth 1 milion vizitorë çdo vit, të cilët shpesh shkojnë për të parë peizazhet ekstreme dhe fenomenet natyrore unike. Pas rreshjeve të fundit, farat e bimëve të egra që qëndrojnë për vite të tëra në tokë ka nisur të qelin, duke krijuar një lulëzim të shkretëtirës që shfaqet vetëm në kushte shumë të rralla. Ky proces i shkurtër por spektakolar tregon për shtatjen e jashtëzakonshme të jetës, edhe në mjediset më të ashpra të planetit.